Aktivitetet e festivalit Ekrani i Artit vijuan këtë shtunë në Auditorin Francescan të Shkodrës me takimin e artistëve ndërkombëtar në një bisedë publike me fokus artin dhe kinematografin. Poetikat e Pranis, pjesë e programit të festivalit, bëri bashkë artistët Valentina Furian, Giorgio Andreota Kalo, Basier Mahmud dhe Ari Benjamin Meyers. Artistët shpalosën mënyrat se si prania e tyre fizike dhe emocionale është e lidhur ngushtë me procesin krijues dhe komunikimin me publikun. Ideatori i këtij festivali, Adrian Paci, tregon mbi larmin e programit deri në mbyllje të edicionit të 8. Fillojmë ditën me një takim shumë të rëndësishëm me një grup artistësh, të cilët prezantojnë filmat e tyre në programin tonë. Sjellim për herë të parë në Shqipëri një ekspozitë antologjike të videoartit shqiptar. Do të jemi pastaj në Kinema Republika me programet e filmave ku do të veçojmë në ceremoninë e mbylljes, që do të jetë edhe filmi që mbyll natën e sotme të festivalit, që është Temë Re, është një film që ka fituar festivalin çmimin e filmit shkurt në festivalin e Rotterdamit. Ekrani i Artit 2025 po sjell prej ditësh në Shkodër projekcione të ralla, ekspozita dhe diskutime me emra të njohur të artit bashkëkohor ndërkombëtar.